Gjykata e Vlorës cakton masën e sigurisë arrest në burg për shtetasin Rinald Rakipaj, i arrestuar 2 ditë më parë. 40 vjeçari akuzohet për veprën penale nxitja për përdorimin e drogës. Ngjarja është regjistruar në datën 22 mars. Prokuroria e Vlorës kërkoi arrest me burg, kërkesa e pranuar nga gjyqtari Bevil Beqiraj, i cili ka drejtuar seancën e masës së sigurisë duke caktuar arrestin në burg. Referuar ngjarjes, 40 vjeçari dyshohet se së bashku edhe me një tjetër shtetas, për të cilin ka nisur tashmë procedimin penal, kanë nxitur një 15 vjeçare si dhe 2 vajza të tjera të mitura, 15 dhe 16 vjeç, të konsumojnë lëndë narkotike. Vajzat e mitura ishin pushim edhe nga shkolla e duke marrë leje në familjen e tyre nën justifikimin se do të dalin së bashku. Siç mësohet prej burimeve brenda policisë së Vlorës, është denoncuar ngjarja në polici nga e ëma e vajzës e cila është abuzuar seksualisht. Ka qenë pikërisht vajza e cila i ka treguar nënës së saj gabimin që ka kryer, personat të cilët ishin të përfshirë në të e të gjithë skenën. Më pas e ëma së bashku me vajzën kanë shkuar në polici duke denoncuar rastin. Sa i përket mënyrës se si ndodhi ngjarja, mësohet se vajzat kanë shkuar në një hotel në qytetin e Vlorës me dëshirën e tyre. Një prej tyre dyshohet se prej kohësh ka patur komunikime me 40 vjeçarin, që tashmë akuzohet si autori kësaj ngjarje. Më pas ky i fundit ka bindur vajzën e mitur dhe jo vetëm të shkojnë në hotel me të, por edhe duke marrë 2 shoqet e saj me vete. Të shtyr nga kurreshtja, vajzat të nxitura njëkohësisht edhe nga 2 personat e përfshirë, që edhe ata mes tyre janë miq, kanë konsumuar lëndë narkotike të llojit kokain. Më pas 40 vjeçari është ndarë nga grupi me një prej vajzave ndërsa ka nisur me të abuzimin seksual.